është koha për të vizituar ligjin e arsimit të lartë. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi në këtë formë në konferencën e rektorëve ndryshime në ligjin për arsimin e lartë, brenda këtij sesioni parlamentar dhe në bashkëpunim me universitetet shtetërore e private. Theksoi nevojë për korrektime dhe jo ndryshim rrënjësor. Fatmirësisht kemi një praktikë të mirë të mëparshme. Ligji aktual, siç e dini, është shkruar në bashkëpunim me ju, kështu që ma ha mendja që ky do të jetë rasti përsëri dhe shpresoj dhe besoj që edhe për shkak të eksperiencës, edhe për shkak se në këtë rast nuk bëhet fjalë për një përmbysje, si në rastin kur u shkrua ligji, por bëhet fjalë për korrektime, do të jetë mundur që ta bëjmë këtë në një kohë të arsyeshme. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek infrastruktura arsimore, e në mënyrë të veçantë tek strehimi i studentëve. Rama theksoi me rëndësi kampusin e ri studentor në Durrës që do u vinë në ndihmë edhe studentëve të Tiranës, kjo nëpërmjet transportit hekurudhor. Ka një potencial shumë të madh për të krijuar edhe infrastrukturë rezidence të studentëve, duke pas parasysh trenin që do të jetë në funksion së shpejti, do të jetë absolutisht shumë e thjeshtë që studentët në Tiranë të kenë mundësi të strehohen në kampusin e Durrësit. Dhe për këtë arsye do të ndërtojmë një kompleks studentor rezidencial shumë të mirë, në mënyrë që të ndihmojmë në zgjidhjen e një problemi të madh që kanë studentët për shkak të çmimeve të larta që ka qerat në Tiranë edhe në Durrës, po në Tiranë etj. Kreu i qeverisë tha se sistemi arsimor mbetet një nga sfidat në rrugtimin evropian të Shqipërisë, por që është në udhë të mbar.